Dhe ne po vlasim për dreqen, që dikush thotë se ekziston. A ekziston për një me dreqe? Edhe për du me dalë të diçka që shumë njerëzve interesojnë. Botërisht, sehirët për një me janë, kush mundet me bo sehira? A muj për shemull, unë mu bo njeri që boj sehirë. S'po thëm a mundën me mbo mu se këtu për tutëm, po a muj unë mi bo dikujt. Edhe kjo është një temë që s'kam dash me folë kur. Për këtë temë, tash mi ikë, s'po di që është mi ikë, po mundohë në pak me të sqaru. Shejtani është i krijuar para njeriut. Para njeriut? Para njeriut. Dhe melaqet janë të krijuar para shejtanit. Dhe shejtan dohen dy grupe, edhe e gjin edhe shejtan. E gjanë Kur'an, edhe e gjin edhe shejtan. E gjin janë ata të cilët janë musliman. Gjindet, po? O gjin, dhe shejtan janë ata të cilët janë kryeneq, nuk janë musliman. Këto dy grupe dohen. Dami edhe një musliman, ju musliman dhe ju musliman. Edhe një ndami. Dhe shejtani është i krijuar nga zjarri, nga flaka. Dhe Allahu Dhul Gjelal, ato krijesa i kanë tokë. A i shohëm, unë s'kom pa kur. A janë se besoj Kur'anin. Nëse Kur'ani ka potencu dhe ka regjistru, dhe Zoti Dhul Gjelal prej kati 7 qiellit të pejgamberi ka dërgu, atëherë ne si musliman pa çare kemi besu. Po që ekziston edhe melaqet, edhe shejtanët, edhe njeriu. Dhe nuk ka patjetër me besu vetë çka shef ose çka ndjen. Sepse nëse ti ke një dhimbje ose ke një problem trup, unë si doktor nuk ta ndjej dhimbjen tënde, po ta besoj, edhe duhet me të operu. Përdyshon se ndjen trupin tëm. Nuk ka patjetër mu prek, mu shiju, mu nuhat, edhe me besu. Njerëzit janë të prirur veç aq sa shohin ose aq sa ndjejnë. Po kjo tregon shkollimin e tyne, kulturën e tyne, aq din. S'ka diapazon më shumë. Aq din, aq ful, edhe aq beson. Tash sihri, magjia, po bre, qysh nuk ekziston. Allahu Dhul Gjelal në Kur'an e ka përmend. Ka thënë ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawj, që ai dajnë burrin pe grus. Direkt ka thënë Zoti Dhul Gjelal. E ka përmend kul a'udhu birabbil falaq, ka thënë kul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri naffathati fil 'uqad. Edhe na ruaj Allah pe. Tash për këtë, po do të thënë origjinalitetet që mos më mendu dikur që pe them pa u bazu dikën. Dhe thotë wa min sharri naffathati fil 'uqad, dhe na ruaj Allah pe atyne që lidhin nyje, nagimin e hershëm, sabah. I lidh nyjet edhe kënon diçka. Resulullah sallallahu alaihi wasallam, që është hadith e Imam Muslimi, i ka bë një prej shërptorëve të tij me kranin e flokëve të Resulullahit dhe ka marrë ka qute një jahudi, edhe i ka bë për siher, magji, edhe i ka gjuar diku me një grup thell. S'po du me shpjegu shumë gjatë. Dhe ka ardhur Xhibrili alayhis salam, edhe Mikaili, sepse një muj ditë pejgamberi ka qenë i prekur prej sihrit, po jo logjika e tij, jo shpirti i tij, se është i mbrojtur pe Allahu Dhul Gjelal, po i kishte disa probleme të thjeshta. Po ka qenë edhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka ardhur Xhibrili dhe Mikaili, edhe kanë zgjidh 12 nyje që kanë qenë, i kanë zgjidh, e kanë zbrit kul a'udhu birabbil falaq, kul a'udhu birabbin nas. Shka me bëna, por atë pejgamberi, kthoni këto dy sure kur bini me flajt. Që ti dur përpara, këno kul a'udhu birabbil falaq, kul a'udhu birabbin nas, fshije trupin tën, kënoja vlladit tën, kënoja fëmijët tën, kënoja vajzës tane, kënoja vlladit tën. Ti nëse e çon tani hoç i fryn me Kur'an ose dikush. Më thuj, a më mirë ma me zemër ja kënon a ja kënon ti e vladit tën. Kujnë e dhimet ma shumë e vladin. Atër mere ti do uj vetë, bre, mere do uj, fryja do uj vetë. Kënoj djallit tën, bë dua për te, është e vladi yti. Ajo që buron nga thellësia e zemrës tane, zburon nga thellësia e zemrës tane. Çfarë janë këta njerëz që dinë me bo, çka ju vjen tyne që me ditë me bo se hirë? Çka shohin këta ose çka kanë këta? Nuk shohin njëherë, po janë disa procedura të cilat i bajnë dhe fillojnë me shku deri te caku i tyre.